Egli Tako zbulon projektin e ri. Po shijoj çdo moment krijimi, në dhjetor prisni. Mëngjesin e së premtes, Egli Tako ishte bashkëmoderatore në emisionin Wake Up, së bashku me Blendi Salaj. Ndër të tjera, ajo zbuloi dhe një surprizë për publikun. E pyetur se çfarë projekti të ri muzikor do të sjellë, Egli u shpreh: "Kam një projekt muzikor me të cilin po punoj, nuk është ende gati. Është akoma në proces pune. Unë vdes për këtë procesin gjatë kohës që përgatitet. Më pëlqen energjia, më pëlqen frymëzimi, më pëlqej ato sekondat, ato minuta që bie një qetësi në studio dhe njëri hedh një fjalë këtu, dikush hedh një fjalë aty. Është shumë e bukur. Në ato 3 minuta video që ti shikon në një material muzikor, është një punë shumë e madhe nga pas që ato fjalët janë vendosur aty ashtu siç janë vendosur. Kur flas për muzikën gjithmonë më shkëlqejnë syt. Keni një datë se kur do të publikohet?" "Nuk kam një datë. Kur bëhet fjalë për artin dhe projekte artistike nuk më pëlqen të kem një afat, sepse mendoj që është një gjë shumë e ndjerë dhe nuk mund të jetë kur kaq eksakte dhe matematik. Nuk më pëlqen të vë data, më pëlqen të vinë në një formë lineare dhe shumë spontane, të ndjerë dhe sipas frymëzimit. Jemi duke punuar dhe shpresoj që gjatë dhjetorit të kemi diçka." Nëse ju pëlqeu kjo video, shkoni në kanalin e YouTube-it Big VIP Albania Kosova, që e gjeni në bio. Mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja.